Dhe vjen viti 95 dhe ti martohesh me një djalë shkodran. Në 92-shin jam martuar, me një djalë shkodran. Kam marrë në 10 orë të 92-shit. Emrin e ka Besim Mëshqeri. Dhe erdha aty, mirë po kur erdha aty ishte gjendja shumë e vështirë se nuk e isha e qetë në Shqipëni, me të thënë drejtën. Erdha në 10 orë, erdha dhe në mars, dhe mandej i thash burrit duhet me dal nga këtu, ku të dushtin, del dikun se unë nuk mund vi këtu, se kam si kështu siklet. Edhe nana me babën teme kishin shumë siklet që unë shkova në Shqipëni, me të thënë drejtën. Edhe mandej ai gjeti vizë për me shku në Gjermani. Aty kam ndaj 3 vjet e gjysmë në Gjermani derisa priti bashkimin familjar nga unë. Edhe në 95 kena ardhur dhe kena punu një vjet shumë fort dhe kena hapë restorantin e parë në 95. Kjo si erdhi? Hapja e restorantit, domethënë, çfarë lidhje kishe ti me? Hapja e restorantit erdhi se unë kam punu këtu në për restorante, se kështu ishin, se kur smarova shkollë universitet, nuk ishte shumë e vështirë me shku në për punë kështu të mira. Ti doje të bëje universitetin apo ishte ëndër e pa mundur? Ja, nuk kishe mundësi se si ishte. Po në Shqipëri kishe menduar për universitetin? Po, ndosha mu bashit e kisha me marru një kështu se thosha edhe do hapi dikur. Gjithmonë ka qenë ëndër që të hapi një dyqan temin, se në atë kohë nuk është fol për restorante, po dyqan me nosha. Edhe erdh me këtu, thash burrit që se më thaj, se unë tha jam mësues, tha që do punoj në Amerikë, thash se do mund ta konvertosh atë që ke marrë diplomën edhe mund të vazhdosh mësues. Por unë i thash nuk kam shkollë të lartë dhe duhet pa tjetër me pa diçka dhe kam menduar me hap një restorant. Por duhet me ardhi në Amerikë herë që të bashkohemi, mandej se nuk mund ta hap person se restoranti duhet të jesh këtu gjithkohën punë. Edhe e hap me të parin, mandej tha diqa, as unë tha sepse nuk është se kishte në rrokë kushe të si qa mësuesi këtu. A i filloj mësus? Ka kenë mësus në Shqipëri, në Pistull. Jo, kuptoj, në Amerikë nuk punoj asnjëherë dot. Ja, nuk punoj asnjëherë, ja. Kështu që kur pa, mendoj që ëndra jote mund të dilte më mirë, tha, po vazhdoj këtu. Po, i thash, po ta bajmë 7 ditë, e bajmë një 7-8 javë, mandej të shohim, se si, edhe po nuk dosha me pas për dark, vetëm breakfast and lunch, mjesë edhe drejk. Edhe mandej e hapme, arrit me qëllimit, e hapme, edhe hapme një herë një, pastaj 2, mandej 3, kena pas, dhe më thanë 10 kena të shi, që janë që janë ushqime amerikane me italiane, me kështu të përzime si janë këto. Por, të njëni diqa më ne thash, e diqa unë kam qef se edhe burri e dim këtë dëshirën teme dhe e kam pas një mbështetje shumë të madhe. Aja është, si me thanë, që më kam mbështet për çdo gjë. Njëtë. Dhe ma ka dhanë forcën dhe nuk e ka pas kur problem se që kam qef me bave që më ka njek mrapa. Dhe kam thënë që kam qef me hap një restorant me traditet ushqime shqiptare. Sepse unë me taman kam rrit 3 fëmijë këtu në Amerikë, por unë nuk i kam lanë me folë anglisht dhe 5 vjeç asnjënin. I kam thënë du me mësu gjuhën. Dhe të 3 fëmijët e mi flasin dhe shkruajnë gjuhën shqipe shumë mirë. Dhe traditet e mia, dhe më thanë, une Shqipninë e du shumë. Traditat tona janë shumë të mira dhe janë, dhe më thanë, me zemër gjanë, ka do që ta sjellësh, edhe kam dosh me i rujt dhe me i përcjellë. Në fotografi ishin djemë më duket? Po, 2 djemë dhe 1 vajzë kam. T'ju urojnë. Më thënë nënë e plotësuar. Po. Të 3 tani me se merren, ndihmojnë apo kanë punë të tyre? Ndihmojnë shumë. Vajza më ndihmon shumë, edhe 2 djemt ndihmojnë shumë. Djali i madh, vajza është e para, vajza merret me, është një kompani që është me këto nga Suedia, punon si supervisor dhe janë kështu si management me këto medical something me implants or something.
Kurse djali i madh ka marru universitetin për biologji dhe ka qejf që shkoj për farmaci. Gjyshi vet ka qenë doktor dhe ka qejf që të vazhdoj atë gjë, si më thonë. Ndërsa për restorantet, ndihmon ndonjë për restorantet? I vogli më ndihmon shumë, po të tre më ndihmojnë. Të tre në momentin që thënë po. Dhe janë rritë kus se i kam pru vetë, edhe vetë në punë i kam pru me veti, i kam marrë me veti, hajden e me mamin edhe kanë ardhur. Dhe tani ke hapur një restorant pra me traditën shqiptare, që është vetëm shqiptare. Po, unë fakt e kam pas të hapur këtë me ushqimet amerikane dhe kam shtu këtu traditën shqiptare, por edhe këto amerikanët i pëlqejnë ushqimet e traditës shqiptare, sepse ne kena shërby, nuk është se kena shërby, për shembull byrekun e gjana tjera, por nuk i kena ekspozu shumë, sepse zakonisht janë për shtune dhe dile, dhe unë nuk kam dashur marrë kohë prej familjes teme, sepse shtune dile kam thënë të rri me familjen, po çunat djemt kanë shku në shkollë lartë dhe unë kam i thje kohë ma tepër dhe mendova me hap këtë dhe t'ja kaloj këtij voglit ka mundësi, sepse ai është ma i interesum. Po, çfarë ka aty? Për shembull byrek është ky, po tjetër? Byrek me se, se mu duk su pas lakra. Byrek me mish, me djath, me spinak, kemi tavdheu, bëjmë fërges, bëjmë të gjitha këto janë me porosina, kuptohet. Po, kush porosit, shqiptarët apo amerikanët e pëlqejnë tani? Shqiptarët. Po. E kam bërë për shqiptarët, sepse ne jemi shumë të njohur për catering këtu, të gjithë jemi të njohur shumë për catering dhe na njohin se kemi 30 vjet në biznes dhe po bëjmë ma shumë ushqime amerikane, por kam pas edhe raste e dasma shqiptarësh dhe i kam shku. Bën gjithë cateringun e një dasme, pra? E bën komplet, me gjithë? Po, i bëj gjitha i bëj. Si është emri i biznesit tënd? Elena's Cafe. Si? Elena's Cafe. Elena's Cafe. Ndërkohë që më duke se quaj Byrek Shkodra, njëri prej restoranteve? Kurse njëri që kam hapi fundet është Shkodra Byrek. Shkodra Byrek. E bukur, shumë e bukur. Dhe e ke lënë kështu, shqip fare. Krejt shqip. Dhe të mbushet shpirti kur e shikon që... Sepse du që ta din shqip, sepse jemi edhe punëtorë, jemi kërkusa, gjithë shqiptarë. Është një hap i rëndësishëm kjo që ke bërë, nuk është fjala vetëm për parat ose për biznesin, por për shqipe. Jo, është ma shumë për me dhanë, për me e pru traditën dhe me një edhe vetë shqiptarë që kur janë të ardhë dikun që se unë e kam hapë këtu, po unë kam qejf që me kalimin e kohës të hapi dhe një restorant dhe të ketë edhe pije dhe gjitha dhe të ketë edhe atë menjën edhe ma të zhvillume për gjitha gjanat. Se ne kudo shkëlqejmë shqiptarët me restorante, me kulinari, themi guzhin italiane apo greke, po guzhin shqiptare ende. Dhe ti ke bërë një hap shumë të madh. Kjo që ke bërë ti është jashtëzakonshme. Kjo është arsyeja që kisha dëshirë të merja, se ti e ke ikur nga Shqipëria në një mënyrë gati përvluese, dramatike për shpirtin tënd, dhe ti jo që nuk e fale Shqipërinë, po nuk e harrove kur,